Mirëmbrëma të nderuar shikues dhe mirë se erdhët në review. Unë jam Greta Topiana dhe mbrëmjen e sotme do ndalemi për diskutuar zhvillimet më të fundit. Jo vetëm ato cilat janë duke u zhvilluar për shkak të protestave apo vazhdimësisë së saj në ditën e saj tashmë të 36, por do ndalemi për të diskutuar gjithashtu një takim të rëndësishëm i cili pritet të ndodhë javën që vjen me datë 7-8. Kemi samitin e NATO-s me datë 7-8 korrik, një event shumë i rëndësishëm për cilin sigurisht ka patur detaje dhe pikpyetje sa i përket pozicionimit të Shqipërisë. Kemi ndjekur një deklaratë nga Ministri i Financave për rritjen e buxhetit të mbrojtjes të Shqipërisë si vend antar i NATO-s. Ka shumë pikpyetje dhe shumë kritika nga ana Donald Trump karshi vendeve antare, pra shteteve antare, të cilat nuk janë duke harxhuar mjaftueshëm për sigurinë në këtë rend ndërkombëtar apo në këtë situatë gjeopolitike shumë të ndërlikuar. Nga ana tjetër vazhdojnë edhe protestat në Shqipëri. Kemi shumë gjëra për diskutuar, mbi të gjitha do flasim edhe për samitin e NATO-s i cili pritet të zhvillohet vitin që vjen në Shqipëri. Ka patur disa pikpyetje nëse do zhvillohet apo jo për shkak të situatës së komplikuar në vend. Kemi shumë për diskutuar, por fillimisht do ta nisim pak për të ndjekur se çfarë është duke ndodhur në vendin ton, teksa shohim që protesta vazhdon në ditën e saj të 36. Ju e dini tashmë se si është itinerari kësaj proteste. Protesta nis në orën 19:00 dhe më pas bëhet grumbullimi i qytetarëve, një pjesë në sheshi Skënderbej dhe një pjesë në kryeministri, më pas bëhet marshimi dhe shohim këtë gjë. Pra, protestuesit të cilët janë duke folur në podiumin e improvizuar, secili për kauzën e tij. Dje ka qenë një ditë e rëndësishme sepse data 4 korrik, po ashtu sot dhe një herë emigrantët në një protestë më gjithëpërfshirëse. Kolegja ime Enkeleda Mema do të jetë në një lidhje të drejtë për të na sjellë detajet e fundit të kësaj dite proteste 36. Kështu që Enkeleda, po ta jap fjalën ty, më thuaj çfarë të reja ka kjo protestë në këtë ditë. Enkeleda, kemi një problem me audion. Nuk e di nëse do kemi mundësi që të lidhemi për pak sekonda sërish, apo zëri, nuk dua absolutisht të mbas asnjë fjalë Enkeledës, por kemi mundësi që ta ndjekim Enkeledën vetëm pak sekonda më vonë. E ndjekim pak me pamjet e kësaj proteste dhe më pas kolegja ime Enkeleda Mema do të na jap një pasqyrë më të plotë të gjithçkaje që jemi duke ndjekur live. Kundër autoritarit të fundit të Europës, kundër Lukashenkos së Shqipërisë, Edi Rama. Ne mosdëmëri jemi për më shumë se një bujë këtu. Nuk kërkojmë as më shumë dhe as më pak, por fundin e tranzicionit dhe procese demokratike. Ndaj, tërgjërje dhe bindju zërit të këtyre protestuesve se na ke zemruar nga Australia në Shtetet e Bashkuara dhe në çdo qytet të Shqipërisë. Ndaj tërheqje, tërheqje, tërheqje. Tërheqje, tërheqje, tërheqje. Hapi rrugën ajkës së Shqipërisë. Hapi rrugën më të mirës, më të pjesës më të mirës i ka kombi, që të krijojmë një qeveri teknike, që të mandatojmë, që të realizojmë procese demokratike, ato çfarë nuk i realizuam në vitin 1991, të realizojmë në 2026. Shqipëria re, Shqipëria re, Shqipëria re. Shqipëria re, Shqipëria re. Unë duhet ju garantoj juve në emër të diasporës se Shqipëria është guri i shtrenjtë në zemrat tona dhe do jemi këtu me ju deri ta rrezojmë. Da ju bëj thirrje, kjo protest është protesta më e bukur e 36 viteve post-komunizëm, sepse këtu ju gjithë së bashku jeni jo vetëm kundër Edi Ramës, po jeni kundër establishmentit që e mban peng zhvillimin kombëtar, zhvillimin atë. Ndaj, ju lutem
qëndroni, rezistoni, të bashkuar, diaspora është me ju, të jetë me ju, deri në realizimin e proceseve demokratike. Ju falenderit. Mirë, këto janë pamjet e drejt për drejta të cilat na vinë nga kjo protestë ditën e saj të 36, mbrëmjen e djeshme, ditën dhe mbrëmjen e djeshme, sepse e kemi parë këtë protestë e cila ka nisur në fakt goxha herët dje për shkak të ardhjes të numrit të konsiderueshëm të emigrantëve shqiptar në vend. Dhe deri më sot shohim që ka ende një prezencë të shtuar të diasporës, edhe pse dita e djeshme në fakt ka qenë dita e cila ka patur dhe numrin më të lartë të tyre. Edhe fëmijët her pas here, shoqëruar me prindrit e tyre, kanë vendosur të japin, nëse mund ta quajmë kështu, kontributin e tyre në këtë protestë. Sapo kolegja ime Enkeleda Mema të jetë gati, do doja që të kishim edhe një pasqyrë të plotë se çfarë ka ndodhur ditën e sotme, çfarë është duke ndodhur, dhe për të kuptuar nëse ka një zhvillim ndryshe të asaj çka kemi ndjekur përgjatë këtyre ditëve, duke qenë se dje kemi ndjekur një protestë e cila kishte paralajmëruar që do të shkonte deri në thirrjen lironi shokët tanë, dhe sot kemi ndjekur edhe lajmin që janë liruar ata persona të cilët kanë qenë në komisariat. Dhe kjo ka qenë dhe thirrja kryesore e protestuesve dhe përgjatë ditës së djeshme. Kolegja ime Enkeleda Mema është në një lidhje të drejtë për drejtë për të na informuar dhe për të na dhënë detajet e gjithçkaje që ka ndodhur dhe po ndodh ditën e sotme. Enkeleda Mema, fjala për ty. Protesta tashmë ka krijuar ritmin e saj, sot është në ditën e 36, qendresa vijoi, në fakt ndryshe nga një ditë më parë, grupimtarja në bulevardin dëshmorët të Kombit ishte shumë herë më e madhe, kjo edhe për shkak të ardhjes së diasporës, sot ka një numër më të reduktuar të qytetarëve të cilët janë mbledhur në bulevardin dëshmorët të Kombit me thirrjen Edi Rama jep dorëheqjen. Në fakt është edhe një pjesëmarrje e mirë kuptuar për faktin sepse është ditë e diel, është ditë pushimi, është moti i nxehtë, jemi në ditët e verës, edhe për shumë arsye të tjera që tashmë qytetarët kanë zgjedhur një ritëm ndryshe. Ka ditë të cilat mblidhen në bulevardin dëshmorët të Kombit, por ka edhe ditë të cilat merren me angazhimet e tyre. Sot protesta do t'i përqendrohet diasporës, pra të gjithë atyre shqiptarëve të cilët jetojnë jashtë vendit, do të kenë ata fjalën kryesore në foltore në bulevardin dëshmorët të Kombit dhe do të ndiqet i njëjti ritëm. Pas përfundimit të fjalimeve, protesta do të vijojë me marshimin në rrugët e Tiranës. E reja e protestës së sotme është që ata të cilët u arrestuan ditën e njëjtës pas protestave, pas përplasjeve të dhunshme mes policisë dhe protestuesve, sot pasi kanë fituar lirin, një pjesë e tyre, pasi disa prej tyre janë në arrest në shtëpi, janë kthyer në bulevard për të mbajtur fjalën e tyre së bashku me të gjithë shqiptarët që i bashkohen prej 36 ditësh protestës me thirrjen kryesore Edi Rama jep dorëheqjen. Enkeleda, të falenderoj shumë për informacionin, do kemi mundësi që her pas here të ndjekim dhe sekuenca nga kjo protestë, duke të falenderuar dhe për punën, kurdo herë që të kemi nevojë apo të ketë një informacion i cili duhet përcjell, më kërkoni fjalën. Duke falenderuar dhe kolegen Enkeleda Mema, do doja që t'ju prezantoj me të ftuarit me cilët do flasim fakt për një zhvillim tjetër po aq të rëndësishëm, teksa moment pas momenti do kemi të pasqyruar edhe çfarë është duke ndodhur sot. Kolegja ime tha që sot numri është më reduktuar, krahasimisht edhe çfarë kemi ndjekur dhe kemi transmetuar dje në fakt që prej orës 7 kur nisi zyrtarisht kjo protestë deri thuajse në përfundim të saj, ju prezantoj me të ftuarit se po ashtu përtej protestës pritet një samit shumë i rëndësishëm ku edhe Shqipëria do marrë pjesë dhe kemi edhe zhvillime të reja se i përket dhe çështjes së buxhetit. Kënaqësi të kemi në studio Artur Meçollari, kapiten i rangut të parë. Faleminderit shumë, kënaqësi që u kam në studio. Faleminderit shumë zoti Geron Kamberi, ekspert çështjeve ndërkombëtare, drejtori Erasmus Plus po ashtu. Kënaqësi që ju kam në studio. Faleminderit shumë Seim Serjani, jurist, kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit shumë profesor Xhavit Shala, ekspert i çështjeve të sigurisë. Zotrin, faleminderit, kënaqësi që në këtë të diel jemi së bashku. Zhvillime të shumta kanë qenë ditë të ngarkuara dhe gjeopolitika në një farë mënyrë është eklipsuar për shkak të zhvillimeve që kemi patur në vend, apo jo zoti Meçollari, por na pret një samit i rëndësishëm ku edhe Shqipëria ka një rol të rëndësishëm. Çfarë presim ne me datë 7-8 korrik nga përfaqësimi i Shqipërisë në këtë samit? Po e hap me një pyetje të madhe. Domethënë përfaqësimi i Shqipërisë është një përfaqësim domethënë si në çdo samit tjetër, domethënë duhet jemi realist për këtë, kuptohet që samiti ka disa karakteristika që e veçojnë ose ndryshojnë nga ato të mëpashme, ku në fakt karakteristika më e rëndësishme është
prezenca e presidentit Trump. Domethënë i cili ka dominuar këto kohë samitin e vjetshëm apo dhe si vjetshëm apo dhe kur ishte herën e parë ka krijuar goxha lëvizje brenda NATO-s. E dyta është çështja e marrjes së përgjegjësisë ose quhet NATO 3.0 që vendet europiane duhet marrin më shumë përgjegjësi dhe Kanadaja në lidhje me mbrojtjen ose me mënyrën se si do të jetë arkitektura e NATO-s nga pikpamja dhe buxheteve, ku rolin kryesor e ka buxheti. Sa dhe mere ka dhe zoti Trump më shumë. Natyrisht, pikërisht, sepse kjo lidhet pikërisht me këtë, me marrjen e përgjegjësisë. Rritja e buxhetit lidhet dhe me marrjen e përgjegjësisë, po dhe me arkitekturën, me përgjegjësitë që ka çdo vend në lidhje me strukturën që do ketë. Dhe një element tjetër është Ukraina dhe Rusia, natyrisht që pritet që të ketë një ndihmë të madhe për Ukrainën nga pikpamja financiare. Kuptohet që do të ketë disa problematika dhe për mua problematika do të lidhen kryesisht me buxhetin, por dhe me një çifmbetje që lidhet me luftën në Irak. Në fillim të luftës, vendet europiane të NATO-s nuk ju përgjigjen kërkesës presidentit Trump për të ndihmuar në çështjen e ngushitjes së Hormuzit, kështu që besoj që këto presidenti Trump do të fokusohet pikërisht ose do të japi mesazhe në çka kuptoi unë në këto dy element. Në atë që ai pati në momentin e sulmit ndaj Iranit ose kërkesës së vendeve europiane më pas për të ndihmuar dhe në çështjen e buxhetit. Dhe këtu do të vim te qasja ndaj Shqipërisë. Ku në fakt ne e dim shumë mirë që në 3 artikuj të botuar këto ditë, që në fakt artikuj duket që janë lik, nuk janë artikuj, sepse në fakt po ta shikosh tek artikulli parë, njëri është korespondent i Reuters në Shtëpinë e Bardhë, njëri është korespondent i kësaj. Pra duket që është lik të gjithë artikujt, ku Shqipëria nuk ka përmbushur kërkesën për buxhetin e mbrojtjes 2%. Po erdhi një deklarat nga Ministri i Financave. A tu asjell që ta lexosh? Shiko, kjo është çështja e aktit normativ. Dakor. Tashti, që të jemi korrekt, buxheti i mbrojtjes parashikohet bëhet në këtë mënyrë. Në fillim të vitit planizohet buxheti dhe në fund të vitit bëhet llogaritja cili është buxheti real. Neve në fillim të vitit të 2 vjetëve të fundit e kemi llogaritur 2%, por në fund të vitit nuk ka qenë 2%. Ka qenë më pak. Ka qenë më pak. Pra dhe në fund ne mund ta llogarisim dhe 5 që sot, mund ta bëjmë dhe 5 në planifikim. Problemi i cili është buxheti në fund të vitit. Buxheti real, ai që quhet buxheti real, i shpenzuar, jo i alokuar, i shpenzuar. Dhe buxheti jon po marr vitin 2025, ka qenë 1.75%, sepse 75 milion euro nuk janë shpenzuar. Janë kthyer mbrapa në Ministrinë e Financave. Që do thotë për ata që po na ndjekin, çfarë kuptimi ka kjo? Që ne nuk kemi arritur objektivin e NATO-s për 2%. Në bare kemi planizuar 2.01% në fillim të vitit dhe në fund të vitit ka qenë 1.75%. A mund ta lexoj pak deklaratën e Ministrit të Financave dhe e sillim? Mund ta sillim, por ka të bëjë me aktin normativ që ka dalë para disa ditësh. Regje, më ndihmoni pak me reagimin që ka bërë Ministri i Financave, që duke qenë se jemi duke diskutuar për një çështje shumë të rëndësishme për Donald Trump dhe jo vetëm, sepse e ka kritikuar gjitha vendet anëtare, kryesisht vendet anëtare kanë fjalën për Bashkimin Evropian, të cilat janë në NATO, për faktin që nuk kanë plotësuar atë çka duhet. Përmes këtij akti normativ për sektorin e mbrojtjes do të alokohen 10.3 miliard lek apo rreth 110 milion euro shtesë, duke garantuar që financimi i mbrojtjes do shkojë në 2.6% të prodhimit të brendshëm bruto, në përputhje me objektivat dhe nevojat që ka ushtria për modernizimin dhe rritje të kapaciteteve të saj. Pra në terma teorik është më shumë se sa 2%. Po dhe para një viti Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu deklaroi buxheti i mbrojtjes është 2.01% arrit me objektivin e NATO-s. Vitin që kaloi. Në planifikim. Se pastaj në terma reale të shton një tender, ti do të blesh një diçka, të dështon një tender dhe një quti, po kjo do të thotë që ti nuk është se nuk e pas dispozicion, ti ke planifikuar që të kalosh 2.01%. Jo, mund të kesh planifikuar dhe gabim. Po të marrë për vitin e kaluar, po të marrë një shembull, për vitin e kaluar, ne kemi planifikuar 15 milion euro për bazën e re të forcës detare në Porto Romano, kur në fakt s'ishte bërë tenderi akoma. Tenderi nuk u bë, pra që do të thotë që ne kemi planifikuar, por edhe një gjë që t'jemi korrekt.
mungesa ose ulja e buxhetit real nga buxheti planifikuar nuk ka ardhur për shkak të kësaj, ka ardhur për shkak të asaj që thot kryeministri. Nuk firmos administrata, sepse administrata nuk pranon më të përfshihet në korrupsion. Dhe çështja e buxhetit të mbrojtjes, mosarritja e objektivit lidhet me korrupsionin. Profesor, të marrë një koment jo vetëm për buxhetin, por për gjithën, se dua t'ju marrë gjithë fillimisht nga një koment hyrës për gjithë situatën, se do ndalim në detaj se ka pasur shumë zhvillime në gjeopolitike. Ka një veçori, sepse është në momente shumë delikate, është një situatë ku jep një rëndësi të jashtëzakonshme këtij samiti. Cila është rëndësia? Përmendni pak Arturi, po desha të them që këtu janë 3 momente të rëndësishme. E para është lufta në Europë, pra në Ukrainë është në Europë. E dyta është lufta në linjën e mesme, që është përfshirë një shtet antar i NATO-s, është përfshirë në një konflikt që ka zgjatë 4 muaj dhe pra një konflikt i cili ka implikuar pastaj gjithë zonën e Egjeut Persik, por ka implikuar në krizën financiare një numër të konsiderueshëm shtetesh edhe qytetarësh në gjithë botën. Dhe kjo është, dhe e treta është debati rreth të ardhmes të NATO-s. Pra, ndryshimi apo rikompozimi apo çfarë do të bëhet me NATO-n, ajo që u quajt 3.0. Të treja këto kanë rëndësinë e tyre. Për sa i përket pak a shumë tash u diskutu, janë hedhur hipoteza që Trumpi për shkak të asaj çef mbetje mund të mos shkonte fare, mund të mos vinte fare, është diskutuar ky variant. Por duket që presidenti turk e luajti rolin e tij dhe kanë marrëdhënie, se këto po bëhen edhe si marrëdhënie personale ngaherë, po ndikojnë edhe në ecurinë e institucioneve, edhe raportet. Dhe Trump duket që i përdor këto marrëdhënie, pra në një farë mënyrë influencohet nga marrëdhëniet personale dhe në punën e tij si president. Për sa i përket rastit për Ukrainën, kjo do duket nga deklarata përfundimtare, por paraprakisht bëhet fjalë për 80 miliard euro, pra për 2026 dhe 2027 nga 40. Ndërkohë që Bashkimi Evropian do të vënë në dispozicion edhe 60 miliard tjera. Pra, synimi këtu është që të blindohet mirë Ukraina në luftën që po bën edhe në rezistencën që po i bën ushtrisë ruse dhe të blindohet me rreth 140 miliard dhe që është një shumë e konsiderueshme për Ukrainën. Është kërkuar edhe 5% që Trump ka kohë që ka kërkuar. Ajo është tjetër. Po diskutojmë për punën e Ukrainës, ndërsa për punën e linjës mesme problemi është që ka një nuk është se nuk e kuptojnë gjithë palët i kuptojnë pozicionet e tyre, por njëherë që është vënë në zbatim neni 5 është vënë për interes edhe në mbështetje të Shtetit Bashkuar të Amerikës me 11 shtator, për herë parë dhe për herë fundit që është vënë neni 5 deri tani. E kujtojnë çfarë është neni 5 për ata të cilët? Por ata që thotë që në këtë aleancë mbrojtje, në këtë aleancë nëse sulmohet një shtet në territorin një shteti antar, gjithë aleanca futet në luftë. Në këtë rast, në rastin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, nuk janë sulmuar Shtetet Bashkuar të Amerikës. Pra, Shtetet Bashkuara janë përfshirë në një luftë në një territor tjetër. Dhe kjo ka qenë argumenti i vendeve të europiane të NATO-s. Gjithsesi, po të ishin rakorduar gjërat, mund të kishte shkuar shumë më mirë, domethënë, edhe presidenti Trump nuk do ndodhej në atë situatë që u vu në momentet e krizës. Pra, po të ishte marrë një farë miratimi apo një farë organizimi bashkë me vende të tjera anëtare të NATO-s. Gjithsesi, kjo do kërkoj Evropa do paguajë një haraj për këtë punë. Domethënë, këtë aspekt do synohet tashmë që të përfshihet Europa, shtetet europiane të NATO-s të përfshihen në sigurinë e ngushticës së Hormuzit. Merz jo shumë i kënaqur nga deklaratat e fundit të Trumpit, ç'është e vërteta. Trumpi ka kritikuar Gjermaninë se ka mundësi për potenciale shumë më të mëdha dhe duhet të investojë më tepër. Po, kjo ka qenë kritika më e madhe. Kur vjen puna tek rikompozimi apo ndryshimi në NATO, këtu një nga pikat kryesore herë duhet të jetë për financimin. Pra, NATO 3.0 në radhë parë do të thotë që shtetet europiane të NATO-s nuk duhet jenë vetëm konsumatorë sigurie, por duhet jenë prodhues sigurie. Pra, ata duhet prodhojnë siguri tashmë. Duhet marrë fund, ka kohë që ka marrë këto vitet e fund, por duhet marrë fund ai parazitizmi strategjik i NATO-s së pas luftës së ftohtë. Pra, kur gjithçka Europa paguante sigurim apo merre me jetën sociale me gjithçka, Amerika paguante për luftën edhe për mbrojtjen. Pra, kjo situatë do ndryshojë dhe tashmë e kanë qartë gjithë, por puna është a do arrihet në kohë. A do arrihet në kohë, sepse kërkon
Trump i bërë një vrejtje, i publikoj shifrat, e këto është që Shtetet Bashkuara $999 miliard. Me dyta vjen Anglia që kishte $90.5 miliard ose $6 miliard. E kam dhe unë një grafik për ta treguar pas pak. Dhe Franca 60.5 miliard ose diçka pak më shumë, pak më pak. Ishte Italia me 47 miliard dhe Polonia nga këto shtetet kryesore, po themi, që ishte me 45 miliard. Pra janë shumë larg të qenit. Kjo ju keni me përqindja e Kjo është me përqindje sepse unë e kam marrë nga burimi zyrtar që është i natës, për qenë po pak më korrekt sepse një pjesë e buxheteve kanë ndryshuar edhe doja të isha pak korrekte. Se kemi dhe Shqipërinë për shumë që është 2.01 që është planifikuar. Po, 2.01 kjo është për 2025, në? Pra, po flasim se nuk kanë dalente të dhënat për 2026 nga ana. Problemi tek shpenzimet ka qenë edhe mënyra e përllogaritjes. Disa shtete si Shqipëria, Çekia, Slovakia kanë bërë disa llogari tjera në aspektin përfshihet kjo apo nuk përfshihet. Dhe këtu është bëj debati, ndërkohë që amerikanët kanë një standard dhe NATO ka një standard që do llogaritin këto parametra për të quajtur shpenzime në fushën e sigurisë. Pra, edhe ku duhet rreth më shumë se gjysma duhet jenë shpenzime direkt në armatim, në materiale të tjera, ndërsa një pjesë rreth 1/3 mund të jetë edhe investime në infrastrukturën e sigurisë. Zoti Kamberi, me që Zoti Shala na e përmbylli nga marrëdhëniet e jo faq të mirës, dhe mos me Gjermaninë, të Zotit Trump me Europën kryesisht, po me Gjermaninë në veçanti, dhe shkojmë edhe tek çështja e buxhetit, parave që europianët dhe jo vetëm harxojnë për sigurinë, për mbrojtjen, për NATO-n. Ky summit, çfarë janë përshpërimet tuaja për këtë summit? Mendoni që Trump do ta përdorë këtë summit për të treguar që europianët sërish duhet të ndryshojnë strategjinë e tyre për ta mbrojtur Evropën, pastaj botën më mirë, pra ta bëjnë mirë rolin e policit ndërkombëtar? Ndoshta duhet ritheksojmë ose duhet risjellim në vëmendjen pse lindi çështja e buxhetit, rritja e buxhetit mbrojtjen. Në summitin e Walesit, në summitin e 2014, pra rreth gati 12 vjet më parë, i cili u bë në 4 dhe 5 shtator 2014, mbasi kishte ndodhur aneksimi i Krimes nga ana Rusisë, pra ishte kriza e parë në krahun lindor të NATO, se duhet kemi parasysh kur flasim për NATO, duhet kemi parasysh zoti Meçollari dhe zoti Shala që si ekspert sigurisë dhe si i pjesëtar të institucioneve të sigurisë, din shumë mirë që NATO-ja nuk punon në pikpamjes është organizate mbrojtjes kolektive dhe përfytyrimi dhe koncepti strategjik që ka e për mbrojtjen e territorit i kanë bazë rajonesh. Dhe në bazë aty që i quhet krahët e NATO-s, pra krahu juglindor, krahu lindor, krahu verior, e kështu me radhë. Dhe nga ky pikpamje, në momentin që filloi të nxitet tensioni, pra mbas revolucionit të Euromajdanit në 28 shkurt 2014 që solli rrëzimin e presidentit Janukovic, president pro-Rusisë në Ukrainë, e gjithë cikli i NATO-s dhe koncepti strategjik NATO-s ndryshoi rrënjësisht. Pra Rusia, e cili deri në atë kohë kishte një këshill të përbashkët bashkëpunimi me NATO-n, që pas rrënjës, u tërhoq dhe ajo ka qenë një moment të ngrirë, pra që nga 2014 ne jemi në një luftë të ftohtë, tashmë është bërë nxehtë, midis NATO-s dhe Rusisë. Dhe në 2014, në 4-5 shtator 2014, summitin e Walesit u vendos për herë të parë objektivi që vendet anëtarët NATO të arrisin në 2% rritjen e buxhetit të mbrojtjes. Dhe aty u fut dhe Shqipëria për ta marrë këtë angazhim në atë periudhë. Dhe në summitin e Hagës, që u bë vitin e kaluar, në summitin e Hagës të 24-25 qershor 2025, u bërë një objektiv tjetër. Në presidenti Trump, 5% deri në 2035. Pra, kanë qenë këto që quhen degadat e buxhetit NATO-s, nëse të përdori term kështu gjeografik apo kronologjik, të cilat i kanë vënë vendet anëtare të NATO-s në një lloj presioni dhe kryesisht vendet europiane. EBS, po. Pse ka sill këtë tension? Se kjo ndoshta duhet shpjegohet edhe midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Europës, veçanërisht pas ardhjes së presidentit Trump ose riardhjes më saktë. Mandatin e tij të dytë, në Shtëpinë e Bardhë. Sepse Bashkimi Evropian kush ka parasysh mënyrën se si është krijuar, mënyrën se si funksionon etj, mbrojtjen e cilëson si një element natyrisht të rëndësishëm, po jo parsor në filozofinë e mënyrës se si funksionon si union, i cili është i mbështetur, e ka qenë në traktatin e tij me Kongulljen e kryeministit atëhershëm Gjerman Adenauer, është një union që mbështetet mbi parimet e ekonomisë sociale të rregullt. Pra, parsorë në Bashkimin Evropian
është ekonomia, ekuilibri social, të drejtat e njeriut dhe shumë element tjera. Dhe siguria për Europën, deri në luftën e ftohtë garantohesh nga trupat amerikane, dhe prandaj pjesa më e madhe e vendeve anëtarë të BE-s u bën anëtarë të NATO-s, ashtu siç ka pasur një politikë neutralitetit për një pjesë vendeve anëtarë të Bashkimit Evropian, që u thye dëshmore rastin e Suedisë dhe Finlandës. Pra, për ata që na dëgjojnë duhet e bëra këtë shpjegim për të kuptuar që ky lloj tensioni në sipërfaqe, herë në sipërfaqe, herë në tavolinë, vjen edhe për shkak dy filozofive të ndryshme që kanë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një pjesë vendeve të Europës për mënyrën se si e shohin sigurisht. Është i lodhur, Donald Trump ka treguar edhe një farë lodhje, pra pse Amerika po investohet më shumë se Evropa dhe e ka lidhur në fakt edhe herën e fundit se nuk e bëhem edhe me luftën, ka bërë shumë deklarata kundrejt Europës në fakt, por lufta po ndodh në territorin tuaj dhe i duhet Amerikës të mbajë përgjegjësi më shumë se sa ju. Para se të ndodhte lufta, sepse duhet kemi parasysh presidenti Trump vjen nga filozofia e biznesit, edhe nga mënyra se si president. Prandaj edhe me zotin Meçollari fiksova shumë pjesën e parave. Se si e sheh botën ai. Kur pati takimin me kancelaren Merkel në shtëpinë e Bardh, por edhe kur ishte për vizitë në Gjermani, ka bërë të ditur që nuk ka kuptim që ne të kemi 50.000 trupa në Gjermani, ndërkohë që volumet më të mëdha tregtare të Gjermanisë ishin atë kohë me Rusinë, qoftë për shkak të lëndëve energjetike apo shkak burimeve të tjera. Dhe e quajti si paradoks që ne jemi në Gjermani për të mbrojtur Gjermaninë nga një kërcënim rus, ku ndërkohë ekonomia fliste me shifra të tjera. Kështu që pastaj konflikti 24 shkurtit në Ukrainë solli debatin në një formë tjetër. Shumë interesante, ndërkohë unë pas pak do kem dhe një lidhje drejt për drejt zotin Brahaj nga Turqia për të folur pak dhe për çfarë do të ndodhur atje, se për te detajeve se çfarë do ndodh apo jo, Turqia po Ankaraja është po blindohet, është blinduar, siguria është në maksimumin e saj. Erdogan, për ta lidhur pak me çfarë tha dhe zoti Shala, përpos edhe mikpritjes që do t'i bëj zoti Trumpës, një figurë e rëndësishme e cila kishte shumë pikë pyetje nëse do shkonte apo jo, me sa duket ka arritur të realizojë që gjithçka në këtë vend të realizohet sipas kushteve maksimale për çfarë do organizohet. Data 7 dhe 8 korrik. Janë shqiptarët kaq interesuar për ta ndjekur samitin, e kuptojnë shqiptarët çështjen e NATO-s dhe pjesëmarrjen në këtë samit, duke qenë se presim samitin i cili do të organizohet të paktën sipas, nuk e di nëse kemi ndonjë ndryshim apo një lajm të ri, vitin tjetër 2027 pritet të organizohet në Shqipëri. Kështu që duhet të jemi goxha vigjilentë edhe për të marrë ndoshta përvojën më të mirë apo në çfarë lloj aspekti dhe në eksperiencën e Ankaras. Turqisë. Unë fakt do ta zgjeroja pak edhe për të vazhduar se çfarë po diskutonin kolegët. Dhe pastaj shtrim edhe në pjesën e çështjeve të sigurisë. Problemi qëndron që ajo deklarata që Trump ka bërë para disa ditësh që tha shkoj, unë nuk jam interesuar të shkoj në samitin e NATO-s, unë do shkoj për Erdoganin. Unë e kam lexuar në një mënyrë komplet tjetër, që do të thotë strategjia e Europës, e Amerikës kundrejt vendeve të NATO-s, duke pasur si referencë kryesor Turqinë, si vendi i dytë më i fuqishëm ushtarakisht, dhe duke parë pastaj padrejtësinë që Europa është munduar ta shes veten e saj si pro-amerikane, por ama kur ka qenë nevojshme, ajo është tërhequr. Mos harrojmë deklaratën e fundit të presidentit Macron, i cili pasi mbaroi lufta ju kujtua, ti thoshte Trumpit që shkoj, ne jemi të gatshëm që të ndihmojmë kanalin e Hormuzit. Ndërkohë që thirrjet e Trumpit për të ruajtur kanalin e Hormuzit kanë qenë të shpeshta dhe me intensitet rritës. Ndërkohë që reagimi i Europës, kryesisht dhe Europa ne do t'i referohemi Gjermani dhe Francës, paktën edhe Italisë si elementët kryesor, kanë treguar një lloj mosafrimi kundrejt kësaj qasje të Donald Trumpit. Me Meloni nuk e ka patur marrëdhënie shumë mira ditëve të fundit. Fakt as me Mercin dhe aq më pak me Mercin është pak më konflikt, pak më i dhe aq më pak me Macronin, i cilin e ka sjell edhe me humor, duke përjashtuar si edhe dikush që nuk ka vlerë pasi i mbaron mandati. Në çfarë situate është Europa në këto momente? Europa është në një situatë e cila kërkon të mbajë gjallë një konflikt në kufijtë e saj, cila është Ukraina me Rusinë, dhe Gjermania po shfrytëzon këtë edhe për një lloj ridimensionimi të ushtrisë së saj. Ndërkohë nga ana e Francës shikojmë një apati të ushtrisë franceze,
për të gjetur se ku në çfarë drejtimi duhet të marri. Dhe shikohet shpesh si një element i cili nuk ka një objektiv, sepse është ajo çfarë u përmend më përpara, që gjithmonë Europa e ka quajtur detyrë të Amerikës ruajtjen e sigurisë së saj kombëtare, që me planin Marshall dhe vazhdimsi me të rendit ndërkombëtar, sonte quajmë kështu. Ndërkohë që ne po shikojmë një ndryshim komplet gjeostrategjik. Dhe e shikoj, dhe duke ju referuar deklaratës së Trumpit, një hedhje sysh kundrejt Turqisë. Pra, nuk e di se si mund të jetë dimensionimi i NATO-s në vazhdimsi, por unë gjykoj që një aleancë e mundur dhe e fuqishme, cila do ketë edhe element që do përfshihet edhe rajonin ton, do jetë marrëveshja ose po themi afrimiteti që do ketë dy skajet e NATO-s, që është Amerika dhe Turqia. Këto do përcaktojnë edhe fatet gjeopolitike në vazhdimsi, si në luftën Ukrainë-Rusi, si në ridimensionimin e Europës në këto vorbull, sepse nuk po bëjmë fjalë vetëm për mbrojtje, po bëjmë fjalë edhe për ridimensionim ekonomik. Teoria Monroe e Amerikës, ose Amerika duhet të jetë fuqi globale apo fuqi rajonale për të kthyer prapë ke kontinenti amerikan. Zoti Trump përpara se të vinte si president në platformën e tij politike. Nuk po diskutojmë se çfarë ka pas si platformë, po do diskutojmë çfarë ka lindur pas konfliktit Iran-SBA. Dhe prezenca izraelite në territor. Pra janë gjithë këto element të cilët unë gjykoj që do qartësohen duke filluar nga ky summit. Mendojnë që nëse summitin e ardhshëm do jetë Shqipëria, do arrijë një zhvillim në këtë kohë? Unë gjykoj që do ketë një zhvillim të qëndësishëm, sepse është e nevojshme në këto momente ridimensionimi i geopolitik, jo vetëm në spektrin ekonomik, siç ka bërë Trumpi deri në këto momente, por dhe në atë të spektrit social, apo dhe në spektrin e sigurisë, që është ajo baza për treguar forca dhe për treguar që bëm flow pastaj çështjet ekonomike. Në fakt, ne kemi bërë shumë emisione, ju kam patur her pas here, ka qenë 3 vitet, 4 vitet e fundit, apo ta më themi më tepër në një 5 vjeçar i fundit, ka qenë me lajme shumë të forta në arenën ndërkombëtare, të cilat kanë ndikuar dhe edhe në Shqipëri, pra janë kthyer një prej lajmeve më të rëndësishme, qoftë edhe në mënyrën se si janë klikuar, qoftë interesi i shqiptarëve për ngjarjet e kësaj natyre dhe gjeopolitika me sa duhet është bërë. 26 është akoma dhe më fuqishme. Akoma edhe më e pranishme në diskutimin apo në diskursin publik. Një prej lajmeve i cili është duke qarkulluar, se e mora pak dhe me çfarë është duke qarkulluar dhe online, jemi këtu me profesionistë dhe me ekspertë fushës dhe për të sqaruar për ata të cilët ndoshta dhe nuk i njohin apo teoritë konspirative shkojnë dhe bëjnë punën e tyre të pashmangshme nëpërmjet rrjeteve sociale. Është raportuar që, sipas informacioneve të fundit, që samiti i NATO-s do të mbahet në Shqipëri në 2027, por ka një pikë pyetje që nëse Shqipëria nuk plotëson kriteret e buxhetit, kjo mund të jetë një arsye që ky samit mos të organizohet. Sa e vërtet është kjo në mënyrën se si konceptohet zhvillimi i këtij samiti në një X vend? Ajo do duket nga vendimet që do merren, por ka një problem. Ekziston si kriter? Është një diskutim që nuk ka pse bëhen samite vit për vit. Është diskutuar. Zakonisht NATO nuk ka samitet përvitshme. Ka pasur raste që do 2-3 vjet. Po Shqipëri nuk vendos sepse duke pat parasysh edhe intensitetin e zhvillimeve ndërkombëtare rajonale në Europë, u vendos që të ketë një samit i Tiranës, samiti NATO të Tiranës. Por kjo do duket tashmë në vendime që do merren dhe unë gjykoj që ajo puna e buxhetit është problem i zgjidhur. Shqipëria mori edhe një kredi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës me 300 milion, edhe mendoj që edhe kjo ka qenë këtë kuadër, është armatimi garantuar, është prokurimi garantuar. Kemi sistemin dronat anti-dron që e ka thënë që ministri Vegj pra që kohë ku ka qenë, do kujdeset për samit. Problemi është që nuk do ngelet për buxhet. Okej. Këto lloj kontratash shtrihen në vite. Ta bëre për ta seruar për shkak të ndjekjen, po. Si bëhet buxhetimi, sepse ne mund të kemi kontratë 600 milion me atë izraelitin. Kemi marrjen e borxhit 300 milion nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, po problemisht këto shtrihen në vite dhe nuk janë në një vit caktuar dhe mënyra e planifikimit të buxhetit është
diçka tjetër, për shumë ushtruan 110 milion për këtë vit, vajtin 2,6%. Pyeta shtrohet, jemi në korrik, si do konsumojnë 110 milion dhe në fund vitit? Do vim prap tek pyetja sa ka vajt buxheti, sa do jetë buxheti real në 2026. Po nuk është ky problemi. Të garantoj që çështja e buxhetit nuk është. Çështja e buxhetit mua më duket se ajo pika që vendos levën e Arkimedit për televizor, sepse në fakt në bazë buxhetit doli një problem tjetër. Në Shtetet e Bashkuara doli propozimi për një ligj për hetimin e qeverisë shqiptare. Dhe ligji është propozuar nga një senator, nga një kongresmen amerikan republikan shumë afër presidentit Trump. Deri tani presidenti Trump nuk ka nxjerrë asnjë Twitter që të kundërshtoj. Pra, duket sikur jemi në një puzzle ku çështja e buxhetit është vetëm thjesht pika për të vënë levë. Nëse buxheti u diskutua edhe për Çekin, edhe për Slovakinë. Edhe reagimi i ministrit po ashtu e sollin vëmendje një herë çështën e buxhetit. Nuk mendoj se është hapem diskutime bëjmë. Shiko, unë di atë që di, nuk di më shumë se sa jam marrë me forcën detare. Unë mund të marr vetëm një fakt. Le të jemi korrekt. A kemi ne probleme me NATO? Pafundësisht. Po të marrë vetëm. NATO ka probleme me veten. Jo, një minutë. Çfarë kuptimi ka shpërndar? Po të marrë një rast. Në vitin 2019, kryeministri i Shqipërisë me letër zyrtare i ka kërkuar NATO-s që baza e Pashaliman të jetë baza e NATO-s. Në vitin 2020, tetor, në shkurt 2020, NATO i ka kthyer përgjigje. Do fillojmë studimin. Jemi dakord në parim, do fillojmë studimin. Dhe filloi studimi. Një studim i NATO-s shkon nga 4 deri në 5 vjet. Sepse po të marrësh historinë e Kuçovës, ka zgjatur 11 vjet nga propozimi deri në ceremoninë e dorëzimit, që u bë investimi. Gjysma është studimi, gjysma është investimi. Pra, në vitin 2022, kur kryeministri kishte vete në Bruksel dhe i propozon NATO-s me një dosje të madhe që NATO të ndërtoj një bazë zetare në Porto Romano, kishte filluar studimi Pashalimanit. Vërtet. Pra, kishte filluar studimi. NATO nuk ju përgjigj asnjëherë për Porto Romano. Asnjëherë nuk theu përgjigje. Dhe çfarë ndodh? NATO vazhdon studimin, kryeministri me ministrin e mbrojtjes dhe me shefin e shtabit me atë presidentin i heqin Pashalimanit 80 hektar, nga 94 që kishte. 14 hektar nuk i dalin forcës detare, se ajo është shkëmbe, ajo 14 hektarshi. Pra nuk i dalin. Pra, pyetja shtrohet, a jemi neve konsistent në objektivat e NATO-s? Në marrëdhënie me NATO-n? Po marrë dhe një element tjetër. Kur duhet fillon? Mendon që do më thonë, qeveria edhe i tha atyre dhe pasaj i ra Pishmani dhe umur me privatin. Po pse? Jo i ra Pishmani. Sepse, më falë, të marrë një element tjetër. Ja të marrë një element tjetër. Do të marrë një element. Nuk na intereson si NATO. Nuk na intereson si NATO. Do të marrë një element tjetër. Kur duhet fillon dhe koridori 8, investimi koridori 8? Duhet fillon dhe në vitin 2016. Sepse është i shkruar në strategjin kombëtare të vitit 2015. Është i shkruar. Dhe filloj në vitin 2024, dhe me intensitet të ullët financimi. Pra, çështja, ose Porti i Durrësit. Është më i rëndshëm. Porti i Durrësit është krim kombëtar. Porti i Durrësit, në datën 20, po ta jap me data, në datën 21 prill 2021, kryeministri deklaroi, është deklarimi i parë zyrtar, Porti i Durrësit do të kthehet në port turistik. Në datën 5 maj 2021, vetëm 14-15 ditë më mbrapa, komandanti i NATO-s ka thënë, porti historik i Durrësit ka qasje strategjike për aleancën. Atëre, më thuaj cilat janë raporte, ja këto janë faktet. Ne duhet verifikojmë faktet, jo të interpretojmë çfarë thot kryeministri. Jo, faktet duhet të jenë fakte zyrtare, se unë nuk mund të hipotezoj. Fakt zyrtar është që porti i Durrësit po kalon në port. Po, fakt zyrtar është që porti pjesa tjetër është port ushtarak. Kush do të port ushtarak? Bëj një saksim. Po nuk ka portëri se nuk ka kapacitet. Një saksim zoti Kamberi për? Në qoftë se do të bëhet apo jo samiti i NATO-s, vitin tjetër do ta përcaktoj deklarata përfundimtare e samitit, nuk na duhet të presim më shumë se 2 ditë.
Dhe të gjitha këto që po themi këtu, si tush, ndoshta mund të kenë nevojë të diskutohen mbas asaj deklarate. Jo, më shumë pyetja ime nëse e kuptuat ishte për të pyetur, pra nëse buxheti apo ka një lloj problematike apo ngërçi lidhur me buxhetin. Duhet kemi parasysh një gjë. Unë përgjithsisht edhe nga mënyra e formimit edhe nga mënyra se si shoh gjërat, unë përpiqem të iki nga këto mitet urbane që shpesh dalin. Prandaj jemi këtu për ta seruar për këto mitet që qarkullojnë, ëh? Kjo është e rëndësishme. Shqipëria është i votantari i NATO-s. Ka një ambasador Shqipërisë në NATO, Shqipëria komunikon nëpërmjet ambasadorit me qeverinë shqiptare për çdo problem. Qofshin këto dhe konflikte apo mosmarrveshje për gjithë, sepse një organizatë e sigurisë kolektive nuk shkon vaje sheqer. Ju vetëm po të shikoni deklaratën që ka shkëmbyer presidenti Trump me kryeministrin spanjoll, ndoshta dikush mund mendonte që mund të edhe ballafaqoheshin edhe ushtarakisht aq deklaratë ishte. Por ajo çfarë do të theksoja është kjo. Ndoshta ne na duhet të presim deri në deklaratën përfundimtare. Me 7-8? Pikërisht, në deklaratën përfundimtare NATO e ka traditë, sepse NATO nuk ka summit të përvitshëm. Zakonisht ka pasur një traditë çdo 2 vjet dhe kryesisht summitet e jashtëzakonshme kur kanë pas ndodhur ngjarje në arenën ndërkombëtare që kërkonte ndërhyrjen e NATO-s. Unë po t'jap vetëm një detaj. Summiti i parë i NATO-s është bërë me 26 nëntor 1957 në Francë. Dhe summiti i dytë i NATO-s është bërë në 1974. 74. Mbas 18 vjetësh. Dhe mbas atij momenti, që është bërë në Belgjik, mbas atij momenti ka ardhur me një periodicitet 3 vjet, 2 vjet, dhe mbas 90-s ka hyrë në një cikël jo më shumë se 2 vjet. Kështu që dhe në çdo deklarat pse bëhesh kjo, se dhe kjo duhet shpjeguar, zotëri që kanë punuar në institucionet e sigurisë e dinë. I bëhet e ditur vendi që të organizoj, sepse shkalla e përgatitjeve për të bërë një summit të NATO-s nga pikpamja e sigurisë është nga nivelet më të larta të sigurisë të mundshme të një summiti. Kështu që nga pikpamja ne do na duhet të presim edhe pak ditë. Çështja që ngritën nuk ka, me thënë, përveç faktit që ne nuk e dim nëse do të bëhet apo jo, se nuk e vendosim neve, por dim disa fakte. Për shembull, kush është fakti më ashtu është që në 3 agjenci lajmesh është bërë lik që për shkak të buxhetit mund të anulohet summiti. Ky është bërë lik, nuk është vlerësim, sepse aty i referohen sipas burimeve të NATO-s, njëri Shtetet Bashkuara, njëri NATO-s, pra ekziston një lik i tillë ose ekziston një presion. Tashti ky është bërë për të bërë një presion apo për të përgatitur terrenin që nuk do të bëhet, këtë ne nuk e dim. Jo, unë duhet të saksoj vetëm disa, detajë teknike të saj. Deklarata e ministrit të mbrojtjes që u vënë dispozicion 110 milionë tjera është bërë rastësisht. Jo, ajo është bërë në momentin, ta themun, ajo është bërë në momentin, sepse jemi në momentin që... Ka pas diskutim, ja ku janë edhe këto? Po, ja ku janë edhe këto. Jo, ka pas diskutim, ka pas rrjedhje informacioni. Rrjedhje informacioni. Nuk ka qenë komunikim zyrtar. Rrjedhje informacioni disa dolin media... Po pikërisht pra. Në kanalet zyrtare, si që ta... Profesor, ne dim shumë mirë, diplomacia publike fillon të funksionojë kur nuk funksionon diplomacia reale. Midis vendeve zyrtare. Fillon diplomacia publike. Dhe pyetja, më kupton ku e kam, dhe unë kam, dhe këtë po them, unë nuk e di nëse do të bëhet, apo unë do të dëshiroj të bëhet. Por thelbi është që ne duhet jemi me këmbë në tokë. Cilat janë problemet që kemi? Ka një vendim për të bërë. Vendim për të mos u bërë nuk ka akoma. Jo. Edhe unë do doja shumë të diskutonin pas pak, sepse doja shkonin pak një lidhje drejt për drejt në Turqi me zotin Sokol Braj për të diskutuar pak dhe për çështjet e sigurisë, mënyrën se si nëse pra gjithmonë e marrim për vendimin që kurse tha profesori, vendimi deri më tani për të bërë është nëse nuk do bëhet gjë që mund do mësohet për vetëm 2 ditë, po, se sot është data 5 korrik, mbetet për të parë. 8 atëherë, 7-8, se në 2 ditë do zhvillohet, në data 9 është data përmbylljes edhe kthimit të tyre. Sokol Brahaj nga Turqia është në lidhje të drejt për drejt me ne, zoti Brahaj, përshëndetje, faleminderit për kohën. Përshëndetje, është në Greta. Në lajme të cilat rrjedhin sigurisht për regjia na ndihmoni pak me zërin e zotit Brahaj në studio, po e vërtet. Prandaj edhe unë ju pash që bët shenjën se nuk dua absolutisht që të humbas asgjë nga diskutimi, se do doja edhe komentet tuaja apo diçka për të shtuar për zotin Brahaj. A dëgjoni zotin Brahaj, zoti Brahaj, edhe një herë të lutem, ti na dëgjon po? Unë jam në rregull. Në rregull, shumë mirë. Tashmë na vjen dhe zëri juaj në studio. Në çfarë është transmetuar thuhet që është blinduar
Turqia, po e shtri pak më gjërë unë. Çfarë dihet deri në këto momente për organizimin e samitit të NATO-s në Ankara? Çfarë është, si është organizuar dhe për masat e sigurisë jam shumë kurioze. Po, Greta, në fakt një blindim i tillë i Ankaras për gjithë kryeqytetit të Turqisë besoj që nuk ka ndodhur në shtetin modern turk, aq i fort, aq i masa është këto ditë, biles do zjasë edhe një javë pas samitit, gjithë Ankaraja është blinduar, të gjitha rrugët janë bllokuar, dronet me kamera lëvizin në çdo vend, çdo rrugic, çdo pallat dhe janë arrestuar edhe me qindra vetë në fakt ato që kanë sipas prokurorisë Ankaras, të cilët mendohet apo dyshohet se mund të bëjnë sulme terroriste apo mund të dalin në rrugë për të protestuar samitin e NATO-s. Po, si janë zbuluar? Si janë zbuluar, pra nga e kanë kuptuar që ata mund të jenë personazhe të cilat mund krijojnë incidente. Po, nga këto kemi edhe shumë kolegë të tanë, Greta, kemi edhe profesor, kemi edhe kryetar të NGO-eve, pra të organizatave qeveritare, kemi edhe avokat, kemi edhe sindikatat e majta, turke të cilat vazhdimisht janë për protesta ato dhe në bazë të informacioneve të tyre, Ministri i Punëve të Brendshme, por edhe Ministri i Drejtësisë, dita ditës sot arrestuam bie 100, arrestuam sot 200, arrestuam. Po thonë, janë numra shumë të mëdha të arrestimeve dhe jo vetëm në Ankara, por edhe në Stamboll, në Izmir, në Adana dhe në Eskishehir, në disa qytete të tjera të cilat dyshohet që mund të bëjnë diçka për të prishur samitin e NATO-s, pra për të bërë zhurmë në fakt sepse siguria Turqisë, policia, inteligjenca, gjandarmeria normalisht janë shumë të fortë, por gjithsesi të gjitha masat janë marrë, plus që ka pas një, ta themi, domethënë një fotografi shumë perfekte për Ankara normalisht dhe për pallatin presidencial, i cili bën samit për herë të parë, një samit me përmasat të tilla, ku presin që të vinë të gjithë liderët e NATO-s, po ashtu edhe zoti Trump që është pika kryesore. Të gjitha rrugët e Ankaras domethënë janë shtruar, po të thuash nga e para, është hapur edhe një aeroport i cili nuk përdoret për 60 viteve brenda qytetit të Ankaras, është hapur apasafat për të pritur zotin Trump. Vetëm për zotin Trump është hapur ky aeroport i 60 vjeçar, në cilën zonë është apo po në Ankara? Po në qendër të qytetit, është shumë afër pallatit presidencial të zotit Erdogan dhe tash tutje do të jetë aeroporti i cili do prisi vazhdimisht dhe presi vazhdimisht VIP-t. Ka harxuar Turqia, Greta, jo 1 miliard, po miliarda euro për këtë summit që të jetë çdo gjë të jetë në mënyrë perfekte, të jetë më e mirë sepse siç e thatë edhe pak më parë në studio të ftuarit tuaj, miqtë tuaj, që me të vërtetë ky summit nuk është një summit i rradhës, pra nuk është një mbledhje e rradhës, por është një mbledhje ku pritet që me datën 9 të kemi një rezolut e cila do të jetë ajo pesa që quhet, domethënë ka qenë 1, 2, 3, 4, 5, të jetë në jetik të ardhmen e NATO-s, ku me të vërtet grupet punëtore të NATO-s, pra që nga generalet, Ministritë e Punëve të Jashtme, inteligjencët e NATO-s, të shteteve të NATO-s, po përpilojnë diçka që deri me tani të paktën nuk e kemi parë në samitet e tilla, ku dihet domethënë që pikat kryesore është këtu Irani edhe Rusia, ku shumë shpejt presin, pra normalisht që deri në minutat e fundit nuk do ta dim, por presin që të gjithë liderët të vinë një pas njëjtë, kurse Trumpi në fakt nuk po vjen vetëm thjesht për samitin e NATO-s, pra aty, por po vjen edhe me 1000 delegat të tjerë, pra që nga biznesmen, kongresmen, të gjithë njerëz të tij të afërt në fusha të ndryshme të qoftë sigurisë, qoftë prodhimtarist amerikane, qoftë investitor të mëdhenj, po vjen dhe ka dhe një takim enkas me zotin Erdogan dhe kabinetin e tij. Pra është një gjë shumë e rëndësishme për Turqinë, e cila të gjitha mediat, pra opozit, edhe pse ka këndvështrime të ndryshme, ku opozita është darë në 2 pjesë. Njëra pjesë thotë ne nuk duhet të jemi vasalet e Amerikës, por ne duhet të jemi ato që jemi, që kemi qenë, sepse ne nuk jemi marrës nga NATO, po jemi dhurues dhe jemi dhënës të NATO. Pra ne kemi shtuar vlerë NATO-s dhe nuk është se kemi marrë gjë nga NATO-ja, për herë të parë që kemi arritur të marrim diçka, pra të na mbrojë NATO në thojza,
ka qenë 3 bombat balistike që thuhet, që ende nuk janë të sigurta, por thuhet që janë nisur nga Irani muajin e mars drejt Turqisë dhe janë asgjësuar nga forcat kundërajrore të NATO-s, qoftë në Adana, por qoftë aty poshtë në Kipër dhe një tjetër që ka ardhur në Kars të Turqisë, që për Turqinë është shumë interesante. Ti je duke na dhënë detaje dhe unë fakt po mendoja për summitin e 2027-s në Tiranë, pak e vështirë për të hapur një aeroport të ri se Tirana është shumë e vogël, duke menduar se çfarë mendon. Po, kemi pyetje dhe komentet. Ke mundësi të na dëgjosh? Sokol, më dëgjon Artur Meçollari. Ke zotin Meçollari që ka një pyetje për ty. Shiko, Sokol, në Shqipëri akoma nuk ka një deklaratë se kush do ta përfaqësojë Shqipërinë në summit. Megjithatë, unë kam një informacion që përpara datës 16 nga palë e Turqisë i ka vajtur një ftesë presidentit të Republikës për të përfaqësuar Shqipërinë, por ai e ka refuzuar dhe unë kam kapur një Twitter diku, por nuk duhet ta bëj publike, që ka pas një çej mbetje me presidentin e Republikës për mos pranimin e ftesës. Ke ndonjë konfirmim kush do ta përfaqësojë Shqipërinë, kryeministri, numri 3 apo numri 2 që është kryetari i parlamentit? Zoti Meçollari, jam munduar të marr informacione nga miqtë e mi në pallatin presidencial, por ende dhe në këto minutat e fundit që jam lidhur me ju, nuk e kemi një gjë konkrete, por ftesa janë dërguar ditë më parë, të cilat kanë arritur pra në dorën e duhur dhe përgjigja ende të paktën nga burimet e mia ende thonë që nuk është, domethënë se kush do marrë pjesë në ashtu, por në sa duket që ju e dini më mirë se unë, sepse ju jeni komandant, ju jeni ushtarak dhe e dini vetë që është summiti i NATO-s dhe jo një summit politik që duhet të jetë edhe klasa politike, por në sa duket do ta shohim me ardhjen e Trumpit dhe ata problemet që janë në mes qeverisë tonë, pra qeverisë të PS-së dhe e zotit Edi Rama, të cilat tashmë dihet në të gjithë media ndërkombëtare që ka do probleme mes PS-së, pra mes kryeministit Rama dhe gocës zotit Trump, e cila ka një bujkur në fakt dhe në median turke është folur, kjo është folur për masat të ndryshme në fakt, por ende nuk kemi një gjë zyrtare të paktën nga burimet e mia që kush do të marrë pjesë këtu, por me shumë mundësi priti që të marrë pjesë zoti president dhe jo kryeministri, por gjithsesi do të presim Zoti Begaj se pastaj të shohim. Unë di që ka refuzuar ftesën zoti Begaj përpara datës 16 qershor. Por nuk e di se si, domethënë di që i ka vajtur një kërkesë nga presidenti Erdogan për të marrë pjesë zoti Begaj. Zoti Begaj ka refuzuar me qëllim për t'i lënë vendin zotit Rama, por nuk ka informacion se kush do të marrë pjesë. Domethënë deri tani nuk e kemi këtë luks që ta dim kush do marrë pjesë. Do presim edhe dy ditë kam përshtypjen se kam ide se s'kemi as luksin që të jetë goca e Trumpit këtu që të shprehet Rama që shikoj isha duke mbajtur gocën e Trumpit ndërkohë që po bëshin zhvillimet. Nuk e di, më ke ndonjë surprizë, ndonjë ardhje saj. Absolutisht, por unë gjykoj që prezenca e cili do qoftë përfaqësuesi e shtetit shqiptar në Turqi, në summitin e NATO-s, nuk shkon përtej maksimumit një fotoj. Që do të thotë... Si mund të shkoj për një foto në falet se vetë... Ta mbaroj? Ta mbaroj? Do votohet. Ta mbaroj? Jo vetëm për foto. Pikërisht pra. Ajo çfarë bëhet me këto lëvizjet që zvete presidentit dhe do të shkojë kryeministri apo të tilla është për të marrë atë foton. Ajo çfarë ndodh realisht, sepse unë këtu e nisa logjikën time. Foton me Trumpin. Logjika është dhe thelbi që ndron që në këtë summit ndahet edhe ridimensionohet, siç e përmenda edhe në fillim, të gjithë geopolitika dhe strategjia, qoftë edhe e mbrojtjes, po edhe ndarja geopolitike midis Ballkanit, Europë, SBA, Turqi dhe Izrael. Këto janë elementët të cilët do kenë një hapësirë shumë të madhe në diskutim gjatë summitit të NATO-s, absolutisht pa anashkaluar
as konfliktin Rusi-Ukrainë dhe Iran. Por, si ndarje geostrategjike, si ndarje geopolitike, do t'jenë këto 4 vatrat që do kenë një ridimensionim. Si qysh tek mbase do jetë... Dua, se kam Sokolin lidhje të drejt për drejt, keni ndonjë pyetje diçka për t'ia bërë Sokolit para se ta përshëndesim? Zotrin, besoj se Sokoli ishte shterrues në informacione si gjithmonë me shumë detaje. Ka ndonjë detaj tjetër që na ka shpëtuar Sokol? Përveç arrestimeve, sa arrestime janë bërë drejt më tani, se the avokat, gazetar, nga shoqëria civile, po ashtu edhe kedhe një pyetje nga Xhavid Shala, profesori, po. Sokol, bëhet fjalë që Turqia... Mbi 500, po zoti Shala. Bëhet fjalë që Turqia do të inaugurojë me këtë rast kampusin kryesor të sigurisë dhe të mbrojtjes, ku të jenë përfshirë gjithë shtapet, pra një godin të jashtëzakonshme me infrastrukturë të jashtëzakonshme. Është vërtet kjo? Po, profesor, kjo në fakt në Stamboll do të jetë në këtë kohë kur ne po fliqim, sidomos në ardhjen e Trumpit për herë të dytë si president, që do i lë Amerika, NATO-n e të tjera që gjithë ato që po bisedonin. Tashmë që filloi lufta, pra në 28 shkurt që filloi lufta Amerikë-Izrael kundra Iranit, është shumë interesante që NATO-ja ka duke forcuar edhe pse në spondet e medias u flitet vazhdimisht që po dalin edhe Trump duke luajtur strategjinë e vet për të rritur të ardhurat e NATO-s nga antarë. Që ka dalë po bën bazën më të madhe të NATO-s në Europë, biles ndoshta më madhe se sa ajo e Gjermanisë, e cila do të jetë komanduese totalisht nga generalet, nga generalet turq, normalisht që çdo shtet do të ketë edhe forcat e veta aty dhe investimi i kësaj, pra do të jetë 80%, në mos gaboj, 70% do të jetë totalisht e Amerikës, pra kjo është shumë e rëndësishme dhe inaugurimi i saj do të bëhet ditën e dytë të samitit të NATO-s, normalisht që do bëhet, më tani është ndodhet në Stamboll, por do bëhet me kamera nga pallati presidencial i zotit Erdogan dhe është shumë e rëndësishme. Kurse një gjë për punën e pjesëmarrjes së Shqipërisë, të Maqedonisë dhe të shteteve në thojza të vogla në samitin e NATO-s, është një samit shumë interesant që se thanë edhe miqtar pak më parë, domethënë janë geostrategjitë e reja, a do të kemi një updatim në sistemin e NATO-s, pra NATO nuk është duke u shuar normalisht, por a do të kemi një NATO në të ardhmen si puna e 4 këmbëve të elefantit, një pjesë e saj do të jetë Europa, një pjesë e saj do të jetë Turqia dhe kopola e saj do të jetë Amerika, kurse vendet e vogla po me sa duket në samitin e NATO-s, pra në pallatin presidencial të zotit Erdogan do vinë thjesht për të bërë fotografi, sepse vetë kapacitetet dhe vetë ato do të jenë shumë rëndësishme, por një pikë kryesore në këtë samit është edhe ajo politikat e ish Bidenit me Greqinë, e cila normalisht Turqia nuk pajtohet me të dhe tash më duket që e prioritetin në mallësinë e përfitimeve të NATO-s e ka marrë Turqia dhe vetë kjo baza e re që do të inaugurohet këtu, besoj që do të ketë edhe lëvizje mbi politikat mbrojtëse të NATO-s në të gjithë Ballkanin, pra jo vetëm thjesht në Kosovë. Sokol Brahaj, të falenderoj shumë për të gjitha detajet, besoj që të marrë të mërkur do kesh mundësi që të jesh lidhje drejt për drejt edhe me kolegët e mi të Euronews Albania për të ndjekur ndoshta dhe hap pas hapi gjitha zhvillimet, duke falenderuar dhe Sokolin i cili është gjithmonë në kohë reale për të na përzier gjithë informacionet të cilat na vijnë nga Turqia dhe jo vetëm. Faleminderit edhe një herë Sokol. Zotrin, bëjmë një pushim të shkurtër, pak sekonda publicitet dhe pas rikthehemi se kemi shumë për diskutuar. Pak sekonda publicitet.